menaxhmenti i ri ka një optik tjetër. Djali që është tash kryetari i qendrës, po edhe ministri besoj që ka një optik tjetër, në optikën në shikimin tim të saktë. Por deri tani ne kemi bërë politika të gabuara kinematografike. Ne nuk e kemi pasur në refene, thot populli. Ne nuk e kemi pasur në qendër të vëmendjes spektatorit. Pra nuk kemi prodhuar për spektator. Ne kemi prodhuar për festivale. Kjo ka qenë e justifikuar në fillim sepse nuk kishte kinema. Dhe kineastët ishin shumë komod për xhiruar për festivale. Sa asnjëri nuk të gjykon, qofse ti xhiron, shkon aty në Tungasuku Magatuku në festival, shkruajnë ato në fund faqes një gjë, e merr. Çdo të thotë të xhirosh për festivale. Ndryshe nga në mënyrë absolute. Për çdo të thotë. Do të thotë që ti të gjesh tema, të cilat janë interesante për të huajt. Tani, po e them një shembull. Si mendoni ju, burneshat ose gjakmarrja janë interesante për publikun shqiptar? Jo, mos e janë konsumuara, janë shumë. Ndërkohë ne kemi pothuajse 10 plus minus filma të xhiruar me këtë temë, që nuk kanë asnjë lidhje me publikun shqiptar. Në publikun shqiptar kur kanë dalë në kinema, kanë shi 10 bileta, 7. Se nuk e ngacmon. Këto janë filma me temë ekzotike, të cilat prodhohen ekstra për të huajt, ose ne prodhojmë për t'jashpit. Dhe kjo është shumë komode për... Jam për eksport. Fix fare. Si fasoneri. Si fasoneri. Mirë po, për kineastët kjo është shumë komode, sepse ti e xhiron, këto shkojnë për festivale, çdo festival ka geopolitik, ka interesa të veçanta nga tregu, festivalet për këtë punë bëhet. Festivalet ofrojnë filmin alternativ, një film të veçantë i cili nuk e gjen gjithmonë rrugën drejt kinemas për mungesë të audiencës e të tjerë, atë këto filma shfaqen në festivale. Natyrisht filmat e mirë janë filmat mirë, por në përgjithësi këto, dhe duke qenë se festivalet bëjnë dhe një geopolitik, dhe nëse ti, rastisur shumë vite që jetoj jashtë, nëse ti shkon nga Shqipëria dhe thua ti që kam bërë film, dhe i Shqipërinë e di, kujtohet kohën verë dhe mbyllur me bunkera me kështu, ose 97 me tanke me kështu, thotë si ju me ato bëni dhe filma, ashtu, ka pasur njerëz që... Po pse keni dushe ju në shtëpi? Ju kujtohet e indianin që erdhi dhe tha ky është sapun, me këtë lahesh. E tha indiani këtë. Interesante. Kishte ardhur me këto të Unës. Kishte ardhur me këto të Unës në Kosovë, edhe ato e kanë kështu me kuotat e tyre, dhe thosh ky është sapun, me këtë lahesh. Nuk ka 5 ditë që ishin ca gjermanë në zyrën time dhe flisnin gjëra që kishin ngelora. Se ata që nuk e njohin kështu e din, mbase me të drejtë, mbase ne skemi. Cilat ishin këta nga gjërat që dëgjove, që të bën ty përshtypje? Skarci janë profesionale specifike. Janë shumë, janë të fushës, ne nuk i kuptojmë. Janë të fushës, por të fushës të cilët ne i njohim prej vitit 1990. Po pse keni kështu kameras, domethënë? Jo, qoftë politika, po them unë tash. Cash rebate. Shpjegonte ç'është kë. Cash rebate kemi ne që në 2016 që duam ta fusim. Cash rebate është kthimi i parave për kompanitë që futen. Kemi që në 2016 që duam ta fusim në ligj, nuk pranon Ministria e Financave për çfarë arsye keni ju vetë parasysh, dhe i vinte na thoshte, po sa ta fusim se është kështu. Dhe ne mundoheshim të shpjegonim që nuk është puna se nuk e dim. Puna është që interferencat e brendshme politike nuk e lejojnë kështu. E kështu gjërash. Pra, kështu që ti kthehemi asaj. Për këtë lloj audience prodhohen filmat e festivalit. Ti më bëre që të ndryshoj pak perspektivën, se unë kisha menduar që filmat e festivaleve janë filma më të mirë, ndërkohë që filmat që bëhen për publikun janë më konsumit, po themi kështu. Jo domosdoshmërisht. E vërteta është që unë besoj që filmi mirë është filmi mirë, por një gjë është, ato që ne e quajmë film autor, ai është një lloj filmi eksperimental. Një regjisor i madh i jep vetes luksin si një filozof. Një filozof shkruan një libër dhe ne të tjerë nuk e kuptojmë, se populli nuk e kupton. Ja jep mundësinë. Për ta bërë këtë një regjisor filmi, jashtë i duan ja 20 milionë euro, këtu te ne i duan 200.000 euro. Plus tjera që janë. Ta kam dëgjuar edhe në prononcime të tjera që filmin autor e kemi merak edhe. Ose ne filmin autor kemi atë filmin që s'dim me bë. Qofse s'dim me bë filmin, ka një batutë shumë të bukur në Kosovë. E kanë shumë bukur ato. Pa një autor, kur nuk di me bë mirë filmin dhe tjerët nuk e kuptojnë, thonë po ti është film autor.
Edhe i thot një kosovar aty i thot, ani bre tha po skuptova gjën film tonin. Tha është film i thellë, tha, regjisorët e mëdhenj, kështu e kanë ti nuk e kupton. Mirë bre ty ben tha po atë Spielbergin pse po e kuptoj. Zdime po filme. Kështu që filmi mirë është filmi mirë. Ne kemi ne të kësaj, ne kemi edhe një ndërprerje të shkollës, domethënë shkollën e fundit të filmit ne kemi pasur në vitet që kam qenë unë jam brezi i fundit që kemi studiuar film. Pastaj shumë vite të tëra u mbyll akademia, nuk studionte film, u hap shkolla e Çashkut, pastaj u hap dhe dega e regjisë në Universitetin e Arteve, por ne nuk kemi aq kuadro për ti. Në optikën time duheshim sjell nga jashtë ose çuar tjerë s'ka rëndësi, që ka të bëjë me cilësinë e filmit. Po nuk po merrem me cilësinë, cilësia është e diskutueshme, po merrem me drejtimin. Unë besoj që ka qenë e gabuar fakti ose drejtimi që të prodhohen vetëm për festivale. Edhe sot e kësaj dite kriteret e qendrës filmit, domethënë kur them gjithmonë deri pak më parë, janë në sa festivale ke shkuar. Asnjëri nuk të pyet nëse e ka parë njëri filmin tënd në kinema. Pastaj këtu vim te një problem tjetër te kinemat. Kinemat tona janë biznese të pastra. Sigurisht. Janë biznese të pastra. Nuk po shoh djathas, po shoh këtë. Shif majtas. Po shoh majta, janë biznese të pastra dhe atij nuk i intereson fare edukimi, mesazhi, vlerat artistike etj. Atij intereson të shesin. Dhe nëse njëna tash i kthejmë këtej. Kjo është e vërtetë. Që ka qit ato sipër dhe ato poshtë shkon në kinema, është në prime time. Sepse këto do populli ynë. Prandaj dhe unë thash që më ndryshove perspektivën, duke menduar që filmat që prodhohen për festivale janë më cilësor për ne që duam të shohim gjëra të thella. Po këtu. E kupton? Domethënë këtu s'kemë vetëm se kanë gjë. Këtu nuk kemi të bëjmë me film. Ky nuk është film. Ky është një biznes. Ky është një biznes, si televizionet që kemi ne që nuk janë. Pra duhet të bëjmë dallimin midis filmit që bëhet për publikun dhe këtij që s'është film fare. Këtë ja duke thënë domethënë. Ka një film. Ti thua që nuk janë fare filma, nuk i plotësojnë kriteret për të qenë filma. Fare sepse nuk kanë dramaturgji, filmi në bazë ka një dramaturgji. Ato nuk janë. Ato janë sa barsaleta, të lidhura me njëra tjetrën, që populli i pëlqen. I ke parë ndonjëherë për kurreshtje? Jo. Ose për kritik, ose për të kuptuar, ore, ku ka vajt kjo punë, domethënë, sa keq ka vajt kjo punë. Po më ndjen atë që kur shef se kush e bën atë. Pastaj ti shef reklamat, ti shef teaserin, ti shef ato. Ajo ndjehet që në fillim. Por ka një gjë që të mos bëhem kritizer. Ata kanë të drejtën e tyre absolute për të bërë ato filma. Ata kanë dhe audiencën e tyre. Nuk po flasim për ta. Ne po flasim për kineman, për qëllimin. Po problemi është që audienca e tyre është masa. Patyshim. Po tash ti them edhe titujt se keni ne i dini ju këto estrada që japim ne nëpër televizione? Ne jemi një shoqëri Big Brotherjane. Tash jemi bërë dhe katun vipiane se ç'është një gjë që ka dalë. Kupton? Ne këto shohim. Ne këto shohim. Isha paracakosh në një rreth njerëzish që të arsimuar, se s'po them të lartë kështu, në një nga këto funeralet dhe flisnin të gjithë për Big Brotherin. Do një gjë që nuk ma kupton dot, nuk ma kap. Nuk ma kap në funeral. Po pristim shkonin dhe të gjithë flisnin për të. Domethënë deri dikur thash, a më shpjegon dot njëri, pastaj gruaja ime që është diplomate. Se ishte normale asaj, më dhe gojën thonë, mirë. Se nuk kuptoja se si mund flitesh në një nivel. Kanë gjithmonë të drejtën e tyre, ato janë eksperimente sociale, unë i kam parë dikur në Gjermani, në fillim i kam parë më interesant, janë eksperimente sociale, njeriu bën për vitin 2026, nuk mund të shikojë gjithë shoqëria Big Brother. Kjo është pyetja, pse shef gjithë shoqëria? Se ka shef ndoshta? Se edhe andej bëhen. Ja, prit. Tash ti këtu duhet të. Edhe andej bëhen, po kanë një target shumë të kufizuar çikushmëria apo jo. Më ka 0203. Don ajsa që ne shikojmë të gjithë, pse? Me keqardhje, me inshallah s'na ndonjë njeri këtu ku jemi. Ky është niveli ynë. Ne jemi shoqëri primitive akoma. Pavarësisht se jemi të veshur me firmatë. Jemi shoqëri primitive, ne akoma i rrahim fëmijët, ne akoma i përbuzim të doptit, pavarësisht se bëhemi kështu që na vjen natë kur na shajnë të huaj. Ne jemi shoqëri primitive, ne kemi mbyllur shkollat, ne nuk respektojmë mësuesit nuk respektojnë veten. Ne i kemi kinema të mbyllur, ne kemi teatro të mbyllur, ne nuk kemi më biblioteka as gjikundi. Të gjitha këto reflektohen në nivelin e shoqërisë. Dini që kur bëja festivalin, e kisha bërë në promon e festivalin dhe materialin, kështu, e kisha shkruajtur dhe bëja në Sarandë dhe në Gjirokastër, thosha që në këto qytete
Për 25 vjetësh nuk ka kinema. E kisha shkruar se kështu ishte. Dhe kur shkoja, mbaj mend tash isha në një festival në Gjermani, që isha në Jurit festivalit edhe me qenë se ishte festivali filmi Gjermani ishte pak si i çuditshëm, dhe moderatori doli dhe tha tash ky njeriu që do japi çmimet është nuk është gjerman. Por ky ka bërë këtë dhe nxorri fotot e Sarandës. Mrekulli, do Saranda siç është Saranda me tapetet kuqme. E tha ky e ka bërë, nuk është Monte Carlo, se ai ishte një dashamirës shumë mirë i Shqipërisë. Dhe ky është, tha ky ka bërë një kështu edhe dorë të kitë, ishte qef shumë i madh. Ndërkohë aty kishte dalë, shohin ato flet volantet e mia. Dhe kthehen nuk e harroj. Tha, po kjo është Shqipëria, tha, është në tu përballë Italisë. Ne thash, po, aty është. Ma shpjego pak, tha tash, edhe 25 vjet nuk ka kinema. Si t'ja shpjegosh? Që vija nga Afrika. Që ky njeriu i veshur i përdredhur me ato fotot e bukura dhe kështu vinte nga një vend që nuk kishte kinema. Dhe mbesonin nga mendonin se ç'ndodh. Një njeri ka lindur në vitin 85-89, kur janë mbyllur kinemat, dhe sot që flasim, është gati 40 vjeç, nuk ka qenë kurrë në kinema, nëse s'ka qenë Tiranë. Kur vjen Tiranë, ka në hall ose ka në gzim edhe iken. E mendoni tash njeriu që jeton në XY po quaj qytete, nuk ka qenë 40 vjet, nuk ka qenë kurrë në kinema. Dhe kjo është e padrejtë që t'ia bësh njeriu këtë. Është e padrejtë dhe realisht nuk e di. Nuk është e padrejtë, është kriminale. Sepse kultura, informacioni hyn tek të drejtat bazë të njeriu. Absolutisht. Dhe shoqëria është e detyruar përmjet mekanizmave të saj që është shteti t'ia sigurojë këta. Mendoni ju që nëse fëmijët tanë do shkonin më shumë në teatr, të kukullave në teatr, të vërtet në kinema, në biblioteka, do merrnin thika me veten në shkollë? Do kishte patjetër, por më pak. Dyshim, përjashtimet janë gjithmonë, çdo ligj ka përjashtim, por nuk do jetë si kështu. A do kishte nevojë të shoqëronim ne fëmijët në çdo vend ku shkonim, se mund ta qellonin? E drejtë. Për këtë flasim. Ky është një problem, ne s'kemi problem politik, ne kemi probleme sociale, shoqëria është akoma e papjekur, sepse shteti mekanizëm është. Mekanizëm si në shoqëri e zgjedh për të zgjidhur problemet e veta. Në këtë kuptim nuk është puna se un jam tifoz i kinemas, të njëjtën gjë thot dikush tjetër që merret me teatrin. Të njëjtën gjë thot dikush tjetër që merret me letërsinë. Të gjitha këto. Mungojnë bibliotekat thotë ai që merret me letërsinë. Patyshim. Mungojnë bibliotekat. E di çfarë ka bërë gjithmonë përshtypje dhe e kam diskutuar shpeshherë me motrën time për shembull, na ka rastisur në Vlorë ku ne rrim shpesh. Shoh kur bëhet ndonjë koncert që mblidhen artist, sheshet plot. Dhe ajo çfarë arrit kuptoj është sa të etur janë për pak jetë artistike në këto qytete. Dhe Vlora nuk është qytet i vogël. Jo. Dhe të jesh duke zhvilluar turizmin dhe të mos kesh diçka tjetër përveç detit dhe bareve dhe lonzheve për t'i ofruar turistit që mund të jetë një mbrëmje në kinema, është shumë e trisht. Dhe aq më tepër pastaj qytetarit që siç u përmend mund të ketë një jetë ai që s'ka parë një herë film kinema. Këtë se më kujtove diçka që më thotë një mike, se unë jam nga Vlora me qenë fjalë, edhe më thotë një mike ime që ka biznes turizmi atje. Thotë po si ti mbaj un turistët, thotë vjen ditë e parë, ditë e dytë, ditën e tretë s'kan çfarë të bëjnë më në Vlorë. Ku ti çoj? Mbretëresha e turizmit. S'kan çfarë të bëjnë më, s'ka një teatr, s'ka një kinema, s'ka mënyra rekreacioni. Në fakt kjo ka të bëjë me ne. Ka të bëjë prapë me shoqërinë. Vlora ka sot një nga kinemat më të mira në Shqipëri, që e ka bërë Bashkimi Evropian, bashkë me Gjirokastrën. Në qoftë se ti shkon atje, si shkova unë, ata ta japin me qera, nuk funksionon si kinema. Ti e merr sallën me qera. Dasëm, vaki, synetlik, film, është e njëjta gjë. Ti pagun 300.000 lekë, shet biletat vetë dhe ikën. Dhe këtë më tha drejtoresha kinemas. Nga këto komsomolasit. E ka bërë BE-ja. Është aty. Ajo si ambient nuk është kinema, është e mrekullueshme, është me teknikën më të mirë që ka sot, disiplinë. 50. Më të mirën që ka. Është një projekt që bëri Qendra Filmit me Bashkimin Evropian. Një kinema në Gjirokastër dhe një në Vlorë. Dhe nuk është fut në rrjetin e kinemave sepse nuk duan, sepse nuk mundohen. Janë njerëzit aty. Drejtoresha tekniku tjetër, janë disa njerëz të punësuar, nuk mundohen, i mungon energjia, i mungon dëshira, rrinë atë zyrën aty. Në qoftë se aty do të ishte një njerëz që donte kinemat, do ta lëvizte siç po bën Shkodra. E ka futur në një rrjet kinema e pastaj në një tjetër.
Këto dy janë kështu, e merr me qira. Si thashë marr me qira? Po tha dhe biletat I shet vet. Si ky, për më një emër nga këta që që bëjnë këta filmat kështu. I thash, po, më fal, po nuk jam ai, nuk kam shumë rrjete sociale kështu, nuk unë dua ta sjell filmin në kinema, mbas si një distributor I huaj, unë jam distributor licencuar, sjell filmin. Ju e shfaqni në kinema dhe ne ndajmë të ardhurat, si në gjithë botën, siç bëjnë, ja tha. Merr sallën me qeratha, tekniku është I joni, tha ti, biletat I shet vetë dhe mua më paguan. I thash po nuk ka rëndësi fare se ç'a bëj. Jo, tha fare. Kjo është kinema. Pra është një problem I ynë, nuk është çështje parash, që të kuptohemi mirë. Nuk na mungojnë në para. Unë nuk di nëse ka në vend më të pasur se ne. Ne nuk na mungon parat, ne na mungon mendja, dëshira, ne na mungon vizioni. E kemi thënë disa herë këtë, edhe të zhvlefsuam, strategjia, vizioni, vërtet na mungojnë. Ne jetojmë për sot, mund sish për dje. Në fakt duhet jetojmë për nesër. Ne këto nuk I kemi, si shoqëri. Kalojmë këtë pjesë të parë me këto fjalë të mend, shkojmë në një hapësirë muzikore dhe pastaj rikthehemi për të vijuar me bisedën.